Rubrika e horoskopit është e përditshme në kanalin ton Lajme nga vendi dhe bota. Po ju nga na shkruani, cila shenjë jeni, nëse keni pyetje mos hezitoni t'i lini ato në koment në fund të videos. Faleminderit. Horoskopi datë 24 dhjetor, Dashi. Data 24 dhjetor e gjen Dashin të angazhuar dhe të përshëndruar në çështje praktike, sidomos në lidhje me financat. Mund të ketë disa shpenzime të domosdoshme për familjen ose përgatitjet festive, ndaj është e rëndësishme të ruash kontrollin dhe të mos e tejkalosh buxhetin. Në jetën e çift, kjo ditë sill nevojën për qetësi dhe mirëkuptim. Shmangni debatet e panevojshme dhe përqendrohuni tek ajo që ju bashkon. Beqarët janë më të hapur emocionalisht dhe mund të përjetojnë një afrim të papritur me dikë që i bën të ndihen të sigurt. Shëndeti është i qëndrueshëm, por lodhja nervore dhe mungesa e pushimit mund të ndikojnë në energjinë tuaj. Dita ju kujton rëndësinë e durimit dhe menaxhimit të mençur të burimeve, veçanërisht tani që festat janë kaq pranë. Demi ndjehet më i qetë dhe më i lidhur me ambientin familjar gjatë kësaj dite. Financat janë relativisht të stabilizuara, por shpenzimet për rehati, ushqim apo dhurata mund të shtohen. Kujdes që dëshira për të kënaqur të tjerët të mos të nxjerrë jashtë kontrollit financiar. Në çift, marrëdhënia forcohet përmes gjesteve të thjeshta të përkujdesjes dhe ndjenjes së sigurisë që i jepni njëri tjetrit. Beqarët ndihen reflektues dhe kërkojnë diçka më të thellë se sa një flirt i momentit. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por trupi ka nevojë për një ritëm më të ngadalt. Afrimi i krishtlindjeve të fton të shijosh qetësinë familjare dhe stabilitetin emocional. Binjakët janë aktiv mendërisht dhe emocionalisht më të hapur gjatë kësaj dite. Financat kërkojnë vëmendje, sepse ka tendencë për shpenzime të shpejta, sidomos për gjëra të vogla që duken të parëndësishme, por grumbullohen gradualisht. Në çift, komunikimi është thelbësor. Një bisedë e sinqertë ju ndihmon për të sqaruar mendimet të pathëna. Beqarët janë në një periudhë kur njohjet vijnë natyrshëm, por duhet të dëgjojnë intuitën dhe jo vetëm të shtyhen nga kurioziteti për të panjohurën. Shëndeti juaj lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj mendore dhe emocionale, prandaj qetësia është e domosdoshme. Kjo ditë të kujton rëndësinë e ekuilibrit mes mendjes dhe zemrës. Mos nguroni të jepni vetes kohë që të relaksoheni dhe të qetësoheni, pasi ditët në vijim do të jenë edhe më intensive. Gaforja. Kjo ditë e gjen gaforen më të ndjeshme emocionalisht dhe më të përqendruar tek familja dhe çështjet personale. Në aspektin financiar, këto ditë situata ka qenë e qëndrueshme, por shpenzimet e lidhura me shtëpinë, ushqimin apo përgatitjet festive mund të rriten. Ndaj është e rëndësishme të ruash ekuilibrin dhe të mos e ngarkosh veten më shumë se ç'duhet. Në jetën e çift, nevoja për afërsi dhe siguri emocionale është më e theksuar. Një bisedë e qetë dhe e sinqertë e forcon lidhjen tuaj dhe ju sjell qetësi. Beqarët mund të ndihen nostalgjik dhe të tërhequr drejt mendimeve apo kujtimeve të së kaluarës, por një njohje e re, e ngrohtë dhe e butë mund të lindë në mënyrë të papritur, duhet ta lejoni të lulëzojë. Shëndeti kërkon kujdes, pasi ndjeshmëria e lartë do të ndikojë në energjinë fizike. Afrimi i festave të fton të gjesh qetësi edhe në gjërat e thjeshta. Luani është energjik sot dhe dëshiron të jetë aktiv, por kjo ditë kërkon më shumë maturi, sidomos në financa. Shpenzimet për dhurata, pamje personale apo argëtim mund të rriten, prandaj është e rëndësishme të mos veprosh vetëm nga impulset. Në marrëdhëniet në çift kërkohet më shumë mirëkuptim dhe më pak nevojë për dominim. Nëse i jep hapësirë partnerit të shprehit, lidhja përforcohet ndjeshëm. Beqarët janë tërheqës dhe kanë mundësi për njohje interesante, por duhet të dallojnë mes interesit të vërtet dhe admirimit apo pëlqimit kalimtar.
Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por lodhja fizike mund të ndihet në fund të ditës. Kjo periudhë të kujton rëndësinë e balancës mes dëshirave dhe përgjegjësive të tua. Virgjëresha. Virgjëresha është e përqendruar dhe analitike, me vëmendje të shtuar ndaj detajeve. Financat janë në kontroll, por mendja ka prirje të shqetësohet për çdo shpenzim të vogël. Në çift, marrëdhënia përmirësohet përmes komunikimit praktik dhe sqarimit të çështjeve që kanë mbetur pezu. Beqarët janë selektiv dhe nuk kënaqen me lidhje sipërfaqësore, kërkojnë stabilitet dhe sinqeritet. Shëndeti është i qëndrueshëm, por stresi mendor dhe lodhja e akumuluar do t'ju bëjnë të nevojshme që të pushoni gjatë. Afrimi i festave ju kujton të mos jeni shumë të rreth me veten dhe të lejoni edhe pak spontanitet në të vepruar. Peshorja. Peshorja kërkon ekuilibër, ashtu siç kjo shenjë tregon. Ju kërkoni balancë dhe harmoni në çdo aspekt të jetës suaj. Financat sot janë të qëndrueshme, por shpenzimet që lidhen me shoqërinë apo ambientet festive mund të rriten, prandaj organizimi është i domosdoshëm nga ana juaj. Në jetën në çift, dialogu i hapur dhe ndarja e ndjenjave të sinqerta do t'ju sjellë qetësi dhe më tepër afrimitet. Nga ana tjetër, beqarët do të jenë tërheqës dhe shumë diplomatik, me mundësi për një njohje romantike që lind krejt natyrshëm. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por lodhja do të ndikojë në humor. Dita të fton të ruash balancën mes detyrimeve ndaj të tjerëve dhe kënaqësive personale. Akrepi. Akrepi përjeton sot një ditë shumë intensive emocionalisht. Financat gjithashtu do të kërkojnë strategji dhe shumë durim. Shmangini vendimet e nxituara, sidomos për shpenzime që lidhen me dhurata për të tjerët ose angazhime të ndryshme familjare. Në çift, lidhja do të thellohet më tej nëse jeni të sinqertë dhe keni besim tek partneri juaj, por xhelozia gjithashtu duhet mbajtur nën kontroll. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një magnetizëm të fortë dhe mund të përjetojnë një tërheqje emocionale të fuqishme ndaj dikujt që sapo e kanë takuar. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por energjia emocionale që keni akumuluar gjithë këto ditë do të kërkojë shkarkim përmes reflektimit ose momenteve të qeta në vetmi. Afrimi i festave ju sjell një pastrim të brendshëm emocional. Shigjetari. Shigjetari ndihet shumë optimist dhe energjik sot, por kjo ditë kërkon më shumë maturi në çështjet financiare dhe shpenzime të kufizuara. Shpenzimet spontane mund të shtohen, kështu që duhet të bëni kujdes, sidomos të mendoheni 2 herë për udhëtime apo argëtim. Prandaj planifikimi do të jetë i nevojshëm dhe kyç. Ata që janë në çift do të kenë dëshirë për liri, por kjo duhet balancuar me përgjegjësitë emocionale që keni ndaj partnerit ose partneres tuaj. Beqarët do të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja, por jo çdo takim sot ka një potencial afatgjat. Duhet të bëni kujdes të mos i idealizoni gjërat. Shëndeti është i mirë, por lodhja mund të ndihet nëse harroni të pushoni. Kjo periudhë të kujton rëndësinë e masës në çdo gjë, mas në pushim, mas në shpenzim dhe mas në të argëtuar. Bricjapi. Bricjapi është praktik dhe i fokusuar në stabilitet dhe qëndrueshmëri. Sot financat janë prioritet dhe do t'i menaxhoni me shumë kujdes, ama përgjegjësitë e shtuara mund t'ju krijojnë shumë presion psikologjik. Ata që janë në çift do ta forcojnë më tej marrëdhënien e tyre përmes sigurisë që i japin njëri tjetrit dhe planeve konkrete që i bëjnë së bashku. Beqarët do të jenë më të rezervuar,
por një njohje serioze mund të lindë në mënyrë të qetë, spontane dhe të rëndësishme të paparashikuar. Shëndeti gjithashtu do të ketë ulje ngritje. Duhet të pushoni dhe të minimizoni stresin. Afrimi i festave të fton të ngadalësosh ritmin dhe të gjesh kohë për veten. Ujori. Ujori është kreativ sot, shumë mendjehapur dhe i prirur drejt ideve të reja. Financat, nga ana tjetër, kërkojnë shumë organizim, pasi prirja juaj për shpenzime të papritura ose investime impulsive do të jetë e pranishme gjatë gjithë ditës. Duhet të bëni kujdes, të mos investoni në gjëra për të cilat nuk keni marrë gjithë informacionin e nevojshëm. Në jetën e çift, marrëdhënia do të përmirësohet nëse jeni të sinqertë dhe respektoni hapësirën personale të partnerit apo partneres tuaj. Një bisedë e hapur do t'ju sjellë qartësi dhe mirëkuptim. Beqarët do të kenë mundësi për një njohje të veçantë, ndryshe nga zakonisht, do të jetë dikush që i stimulon edhe mendërisht edhe emocionalisht. Shëndeti është i mirë, por nëse nuk gjeni kohë për relaksim, do ta ndjeni lodhjen drejt fundit të ditës. Peshqit. Peshqit janë më emocional dhe intuitiv se zakonisht gjatë kësaj dite. Financat kërkojnë shumë kujdes dhe qartësi, pasi prirja për të shpenzuar për të tjerët ose për arsye emocionale do të jetë e lartë, sidomos tani që festat janë këtu. Ata që janë në çift do të ndjejnë më thellësisht. Lidhja do të forcohet përmes empatisë dhe mbështetjes së ndërsjellët. Një moment i qetë së bashku ju sjell afrimitet shpirtëror. Beqarët do të përjetojnë një takim romantik që ju zgjon emocione të forta, por duhet të ruajnë ekuilibrin mes ëndrrës dhe realitetit. Shëndeti gjithashtu lidhet me gjendjen tuaj shpirtërore, prandaj qetësia emocionale është thelbësore. Kjo ditë të fton për butësi, reflektim dhe më shumë kujdes ndaj vetes. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.